Kur është koha e syfyrit? Po, këshire, koha e syfyrit është para namazit sabahut. Para namazit sabahut. Por, apet për lidhi me Enesin, Enes ibn Malikin, ki njëherë dhe thot e ka vetë Zejdin. Se Zejdi ibn Thabiti, akonën birë në shpirti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe do thot normal që djali ma tepër do thot ka rast me nejtë me babën aftan. Edhe me hongë syfyre, edhe me hongë iftare, qështu me radhë. Edhe ka vetë aftan i ka thonë o Zejd, a mund është më ka dzu sa ishte ai intervali kohor mes syfyrit edhe mes namazit sabahit aftan. Edhe Zejdi i thot, intervali kohor do thot është parafërsisht një 50 ajete apo 60 ajetet Kuranit. Do thot, sa morin kohë 50 ajete, 60 ajete, qash do thot është intervali kohor. Parafërsisht sa morin? Parafërsisht do thot 15 minuta, 20 minuta. E tash, pisi fyrit, si të ka përcen 15 minuta, 20 minuta, mund është do thot me falen sabahin. Edhe pse për shembull te namazia islame ka përcaktu gjysore, do thot mas fyrit, fale sabahi. E dikujna për shembull ju dokët shumë terra, po nuk është në terë në horizont, se në horizont ma gje veç ka dalë që e pjesa e bardhë, po është terë për të na, shka jena do thot... Nëse jenë po drumë terë ka me konë gjithë ditën. Po, shka jena në lugin, ose nuk jena do thot në horizont. E qartë.